kemi projekte së bashku, kështu që mezi po pres që Keni projekte së bashku? Tregoj, po. Projekte së bashku? Na thuaj një projekt. Po mos sa lexo në veshta. Hajde, na thuaj. Jemi duke organizuar, u organizuar për të bërë një film të dy bashk. Ua, sa bukur. Është hera parë që e them. Ai e ka thënë edhe shumë që e ndave këtu në emisionin. E ka thënë pak edhe në story, megjithatë nuk ishte asgjë konkrete. Tani është momenti që ne jemi në fillimet tona, përse filmi normalisht do shumë kohë që të dalë. Po, ky është projekt i madh. Po, ky është një projekt që ne kemi dëshirë ta bëjmë sa më shpejt. Keni përcaktuar ca lloj skenarie kështu apo pak a shumë po? Po, kemi folur, po jemi në fillim fare. Sapo kemi filluar punën. Që të mendoni për këtë gjë, po. Vazhdimsi do i mbledhim me gjë. Do jetë një film komedi? Apo do jetë një film që flet për historinë tuaj të dashurisë? Më duket se e gjeta. Sigurisht do ketë dashuri brenda, se ku do shkojmë ne të dy pa transmetuar pak dashuri. Ja, pse historia e tyre e bukur është historia e dashurisë. Shumë bukur është. Që askush nuk e besonte, po ja që sot kanë. Atë se besonte Kiara vetë. Ata besonin me.